Bashkia e Fusharzit organizoi ceremoninë e dhënies së titullit qytetar nderi akorduar nga Këshilli Bashkiak Tonin Franleshit, i cili humbi jetën në krye të detyrës teksa kryente shërbimin ushtarak në vitin 1993. Nënkryetari i Bashkisë Fusharës, Ndue Doda, bëri një përshkrim të jetës dhe veprimtarisë së birit të shquar Tonin Franleshi, i cili ra në krye të detyrës si pasojë e agjentëve atmosferik, teksa nuk pranoi të braktistë detyrën ashtu siç i kërkuan kolegët. Tonin Franleshi u lind në familjen e Franleshit në Kavlina të fshatit Breg në 2 maj 1973. Duke u rritur të ngadalë, duke pasqyruar kurdoherë në mënyrë shembullore edukatën familjare, kreu arsimin fillor e 8 vjeçar në shkollën Breg. Si 20 vjeç u mobilizua ushtar në Durrës. Pasi kreu karantinën në Durrës, u transferua me shërbim në repartin numër 6904 Flutur Firës, ku kryente detyrën si zbulues i hapësirës ajrore mbi hidrocentralin e Firësës dhe në gjithë periferinë e vrojtimit mbi malin Flutur Firës. Në ato ditë qershore të vitit 1993, avion e helikopter të ushtrisë serboslave kryinin fluturime në afërsi të kufirit tonë shtetëror dhe shpesh herë kishte edhe shkelje të hapësirës tonë ajrore. Me datën 4 qershor 1993, rreth orës 15:30, Tonin Franleshi ishte duke kryer shërbimin në vendroje si zbulues i hapësirës ajrore. Përkeqësohet moti dhe fillojnë shkreptimat. Ndërkohë, shokët e repartit e këshillojnë Toninin të largohej nga vendroja, por ai u përgjigjet se ishte në detyrë dhe nuk mund t'i largohej. Një shkreptim rrufeje e godet duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ceremoninë e përshëndetej edhe kreu i Bashkisë së Fusharzit Fran Tuci, i cili u ndal te kontributi i birit Kavlinas, Tonin Franleshi. Emri e figura Tonin Franleshi, ish banor njësisë tonë të pushtetit vendor, e meritonte rreshtimin në listën e emrave dhe figurave të nderuara të bashkisë tonë, dhe bashkia krenohet me emrin e tij. Edhe prindit, familjarët të afërmit e Toninit Franleshit duhet të krenohen e jenë krenar për emrin, figurën, sakrificën sublime të djalit e të afërmit të tyre. Emri figura Tonin Franleshit do të kujtohet për herë, me ndrim, respekt nga Bashkia Fusharës, nga prindit dhe të afërmit dhe nga bashkëpunëtorët e tij për edukatën shëmbullore, për korrektësinë në kryen e detyrave që i ngarkoshin, për besnikërinë ndaj vëllait, deri në sakrificën sublime. I paharruar qoftë emri dhe figura e Tonin Franleshit. Titulli i qytetar nderi ju dorëzua familjarëve të Tonin Leshit nga kreu i Këshillit Bashkiak Zef Ndoci, ndërsa në emër të familjes përshëndeti vëllajti Mark Leshi. Këshilli Bashkisë me vendimin numër 26, datë 26/5/2016, i jep titullin qytetar nderi i Bashkisë së Fusharës, zotit Tonin Franleshi, rënë në krye të detyrës me motivacionin për besnikërinë, dashurinë, shpirtin e sakrificës në kryen e detyrës së lartë të mbrojtjes së Allahut, deri në dhënien e jetës së tij në përmbushjen me nder të kësaj detyre. Falenderoj nga zemra për nderin e madh dhe vlerësimin që keni bërë njeriu tonë të shtrenjtë dhe të paharruar. Një vlerësim që vjen nga shpirti për Zotin Ndue Doda. Nderimi që keni bërë njeriu tonë është një homazh për gjithë njerëzit që kanë kontribuar për zhvillimin e zonës tonë, për mësimin e jetës së njerëzve në të tretë dhe tradita shumë të mira të vlerësuara në gjithë Shqipërinë. Në emër të familjes të afërve dhe në emër tim personal, njëherë falenderoj nga zemra që për nderin që na keni bërë. I pranishëm në këtë aktivitet jo si kandidat për deputet, por si afërmi i familjes Leshi, Paulin Lule ju apeloi të gjithë vendimmarrësve në Këshillat Bashkiak Puke Fusharës të mos linin në pluhurin e harresës emra të tillë si ai i Tonin Leshit. Unë jam asaj hidhur edhe i pikëlluar për njerëzit. Pse ka shumë kohë ka zgjatë për të dhënë këtë titull. Jeni të lutur të gjithë, pa dallim, bindish, fe, pa asnjë dallim, të jepni njerëzve vlerësimin, të vlerësoni vlerën e çdo qytetari.
të jepni respektin çdo shqiptari. Në përkujtim të jetës dhe veprës së Tonin Leshit, u zhvilluan homazhe dhe pranë varrit të tij në fshatin Breg Shmi. Tonin Frandleshi është propozuar që në kohën e vdekjes së tij të shpallet dëshmoria e dheut, por procedura e zvarritur për 24 vite ende nuk ka sjell shpalljen dëshmoria e dheut të Tonin Leshit, ashtu siç parashikon ligji i Republikës së Shqipërisë për të rënët në krye të detyrës.